Mbrëma të nderuar teleshikues, u kthyem në emisionin tonë të 13, si çdo të premte ora 20 deri në orën 21 në Fax News, Alo Policia Siguria në Fokus. Sigurisht që sot kemi një temë me interes publik ku në panel kam të ftuar profesionist të fushës. Është një temë ku i dedikohet sigurisë së fëmijëve, siguria e fëmijëve në epokën digjitale. Dhe ky ka qenë dhe një nga shqetësimet që ka adresuar dhe ambasadë amerikane disa ditë më parë, ku në statusin e saj ajo thotë që nuk ka përgjegjësi më të madhe se sa ti mbajmë fëmijët tanë të sigurt, megjithatë sot më shumë se kur vazhdon statusi, fëmijët janë të ekspozuar ndaj shfrytëzimit dhe kërcënimeve kibernetike në internet. Ambasada e Shtetit Bashkuar në Tiranë është krenare që mbështeti pjesëmarrjen e gjyqtarëve, prokurorëve, hetuesve dhe policisë gjyqësore të Shqipërisë në një trajnim të udhëhequr nga FBI mbi krimin kibernetik dhe hetimet e shfrytëzimit të fëmijëve në Akademinë Ndërkombëtare të Zbatimit të Ligjit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Budapest. Dhe sot kam nderin ta ndaj këtë panel me ekspertët Erba Barbullushi, mirëmbrëma, mirë se erdhët, ekspert IT-e. Mirëmbrëma, faleminderit për Erjon ftesën. Demneri, ekspert IT-e. Faleminderit, mirëmbrëma, mirë se erdhët në emision. Klodian Bilushi është drejtoria e krimit kibernetik në Policinë e Shtetit. Mirëmbrëma, kënaqësi që jeni dhe ndajmë së bashku këtë panel. Dhe si gjithmonë Boriana Dine është një eksperte jo vetëm për fushën e saj të psikologjisë, por sociale, por edhe në qendrën në mos gaboj të thirrjeve, të telefonatave për internetin e sigurisht. Faleminderit, Mr. Gjej. Po i nisim nga ju i nderuar Klodian. Sigurisht që policia e shtetit ka një rol shumë të rëndësishëm, sepse edhe vetë misioni Alo Policia është ideuar dhe projektuar për t'ju drejtuar institucionit. Sa herë që ka probleme, shteti sigurisht që ka përgjegjësi dhe përgjegjësia vjen në rreth parë për ke parandalimi, por dhe ndihma që duhet t'i jepet të gjithë kategorive të qytetarëve shqiptar, por në veçantë për fëmijët, ku sigurisht që ndjeshmëria e qytetarëve vjen dhe bëhet më e lartë, aq më tepër që jetojmë në një epokë digjitale ku ekspozimi i rrezikut të lundrimit tyre në internet bëhet gjithmonë edhe më i lartë. A ka statistika për shembull për 2025-ën, flas në përgjithësi, jo duke u marrë me shifra ndoshta eksakte, dhe sa raste të tilla ka të ekspozuara dhe adresohen ata në Policinë e Shtetit apo ato mbulohen dhe kanë siklete sikurse familjet mundohen të mos paraqisin problemet e tyre? Kuptoj, faleminderit. Në vitin 2025, po marrim një vit para se çishim, kemi 5707 raportime vetëm nga Qendra Kombëtare për Fëmijët e Zhdukur. 5707 janë raportime që vinë nga Qendra Kombëtare për Fëmijët e Zhdukur dhe të shfrytzuar, NECMEC, me të cilën ne kemi bashkëpunim. Është një qendër që bashkëpunon me gjithë organizatat policore në të gjithë botën, nga të cilat po ta marrim mesatarisht janë diku ke 470-480 raportime në muaj. Në vitin 2026, pra vetëm për këtë një muaj gjysmë, kemi rreth 655 raporte po nga kjo qendër. Shifra është e lartë. E lartë, por do doja të jepja një këshill për prindrit dhe për ata që e shpërndajnë materialet të tilla me njëri tjetrin, pasi edhe nëse një prind ja dërgon një shoku apo një miku dhe thotë, "O, shiko çfarë kam bërë fëmijës tim", po themi. Po kupton, ajo raportohet, pra nuk lejohet të transmetohet në asnjë rrjet social. Ai ka kapacitetet Policia e Shtetit, meqense po hym në një botë kibernetike, ku avancimi, sidomos në gjeneratë të re dhe në veçantë fëmijëve është shumë i ekspozuar. Fëmijët me celular, ringjallëditën, nganjëherë nuk kontrollohen nga prindët, kanë problematika, futen në botën e tyre në kompjuter apo në laptop dhe gjatë gjithë kohës lundrojnë. Duke u ekspozuar pa e ditur të shkallë dhe rrezikut, nuk është çështje varësie se sa rreziku dhe ekspozimi i tyre. Policia e Shtetit i ka këto struktura? Policia e Shtetit i ka të gjitha strukturat, duke i ndarë me sektor të veçantë, dhe një nga sektorët është edhe sektori që merret me çështjen fjalë. Të gjithë specialistët, qoftë në drejtoritë në krimit kibernetik, por edhe në drejtoritë e qarqeve, janë të trajnuar
Madje kemi edhe nga ta specialistë që janë trainer of trainers, po themi që trajnojnë të tjerët, dhe kapacitetet tona janë shumë të larta për të menaxhuar situata të tilla. Boriana, ju përveç se jeni i fushës këshillimit dhe analizës, sigurisht po edhe kjo qendër është shumë e rëndësishme që me sa di keni edhe statistika lidhur për vitin që shkoi. Sa raste ka që i drejtohen përveç policisë dhe ju dhe ai adresoni ju, pastaj më pas këto në policinë e shtetit. Si funksionon kjo qendër? Si bën ato, a ka informacion nga qytetarët se kujt qendrë duhet i drejtohen dhe pse mund të drejtohen dhe çfarë ju ofroni ndërmjet marrjes dhe proponimet të këtij informacioni? Po. Atëherë, linja e internetit të sigurt në Shqipëri, që është qendra kombëtare po internetin e sigurt isigurt.al, funksionon si një qendër që përtej informacioneve të mundshme për çdo fëmijë të rritur, profesionist, prind, mbi përdorimin e sigurt të internetit dhe mbi mbrojtjen e fëmijëve në mjedisin online, ka një hapësirë të dedikuar raportimi. Që gjendet lehtësisht në web duke klikuar isigurt.al dhe del pikërisht kjo rubrika që thot raporto. Në momentin që bëhet një raportim në këtë rubrikë, do të thotë që dikush, një fëmijë, një i ri, një i rritur, ka një incident me çfarëdo lloj forme të dhunës në mjedisin online. Si funksionon qendra dhe çfarë bën ne për të ardhur më në ndihmë konkrete të çdo rasti? Ne qendra ka një komunikim, marrëdhënie të drejtë për drejtë me rrjetet sociale globale. Që do të thotë, nëse një apo më shumë raste të formave të dhunës së ndryshme në mjedisin online dhe në rrjetet sociale vjen nga TikToku, nga Instagrami, nga Facebook, nga Discord, nga të gjitha rrjetet sociale, ne ja dërgojmë menjëherë rrjeteve sociale për ta mbyllur. Dhe brenda 24 orë deri në 72 orë maksimumi realizohet mbyllja apo bllokimi i këtij materiali. Për sa i përket bashkëpunimit me policinë, por edhe me AKSK, ne kemi një bashkëpunim të shkëlqyer në fakt për të koordinuar të gjitha situatat. Në rastet kur, le të themi, problematika është më e thellë dhe nuk është thjesht një formë e dhunës, siç mund të jetë bullizmi, gjua urrëties, materiale me përmbajtje të papërshtatshme, denigrime të tjera që mjafton vetëm për të mbyllur profili nga rrjetet sociale globale, ne këtë realizojmë njëherë. Në të kundërt, pastaj bëhet komunikimi me policinë, specifikisht me hetimin kibernetik, për të ndjekur dhe për të analizuar më të rastin dhe për të parë pastaj të gjitha etapat e mëtejshme. Jo më larg se sa dje, i sigurt ka nxjerrë në pa dhe ka prezantuar raportin vjetor kombëtar për vitin 2025, ku statistikat kanë treguar një rritje, nëse flasim nga 2024 në 2025, me 42% më shumë të rasteve, ku nëse flas me shifra janë 615 raste raportimesh në total. Ama këto janë vetëm raportime, se nëse flasim për URL të dërguara apo link të dërguara në platform, janë mbi 1720 ligje. Pra një person nuk ka dërguar vetëm një URL apo një link, por në total janë 1720 të tilla. Cilat janë rrjetet sociale më influente gjatë 2025-s? Do më duhet që të them TikToku ka influencuar sërish. Po e them sërish sepse vitet e fundit TikToku ka mbajtur numrin e parë të incidenteve dhe raportimeve. Dua të përcaktoj një gjë që ligjërisht nga marsi i 2025-s edhe deri më tani ne kemi pasur TikTokun e mbyllur. Por praktikisht TikToku nuk ka qenë asnjëherë i mbyllur dhe kanë pasur të gjithë akses. Dhe ne mbi 82% të incidenteve online i kemi pasur pikërisht në TikTok, ndjekur pastaj nga Facebook, nga Instagrami e të gjitha me radhë. Për sa i përket formave më të zakonshme të dhunës online, kanë qenë bullizmi, dhe kjo është një shifër e lartë faktikisht, pasi përmban mbi 32% të raportimeve. Ka kaluar pastaj në vend të dytë gjua urrëties, denigrimi apo marrja e profileve falso dhe hapja për kontente të cilat dëshirojnë dhe synojnë pikërisht për të denigruar figurën e një personi. Thënë kjo, me të gjitha statistikat nuk do hyj ndoshta edhe në grup moshe apo ndarje gjinore për të mos u zgjatur në analizë, por këtu kuptojmë pikërisht se sa e nevojshme është që siguria online të ketë një mbështetje edhe më të fortë strukturalisht, por
por edhe, le të themi, në aspektin qeveritar, shtetëror, institucional, organizatat e shoqërisë civile e të tjera me radhë. Vetëm gjatë vitit 2025, Alo 116 dhe i sigurt.al në Shqipëri kanë bërë takime sesione informuese në mbi 172 shkolla dhe janë informuar sërish shumë prindër dhe shumë profesionist. Kjo për të bërë të mundur së pari ndërgjegjësimin, së dyti për të kuptuar që fëmijët duhet të kenë edhe një intuit më të shtuar ndaj sigurisë online dhe të jenë më të mbrojtur, por edhe së treti nëse ngjarja ndodh, ku duhet të raportojnë dhe çfarë duhet të ndërveprojnë. Kështu që rritja e numrit për mendimin ton analitik, rritja e numrit 615 raste për këtë vit i ka të dyja anët e medaljes, le të themi. Nga njëra anë janë shtuar raportimet për faktin e ndërgjegjësimit, se janë mbi 172 shkolla, kështu që nëse e marrim në numër total janë mbi 3000 fëmijë dhe të rinj që kanë marrë ndërgjegjësim nga ana jonë si staf. Nga ana tjetër do të thotë që pasiguria është e madhe në vendin tonë. Elementet e dhunës online janë rritje progresive, edhe këtu duhet patur një angazhim më kompakt, mendoj unë, por edhe duhet të kuptuar se si duhet të ndërfutemi ne të gjithë si struktura përkatëse gjithë secili prej nesh profesionistëve në fushat tona të caktuara, për të ulur numrin e raportimeve, por edhe për të kuptuar se fëmijët, të rinjt, të rriturit duhet të dinë se kur është një lundrim i shëndetshëm në mjedisin online dhe kur janë të pambrojtur. Riona, kush janë platformat më të rrezikshme ose platformat më të me më shumë ndoshta materiale, edhe më shumë platformat më të diskutuara dhe nga statistikat që po dëgjonim, është e vërtetë që TikToku është diskutuar shumë. Dhe TikToku diskutohet sot në botë për shumë arsyet nga më të ndryshmet, për shkak se kemi pasur dhe sinjalizimet faktit që shpesher vije i re një sjellje e ndryshme e mënyrës se si TikToku servirte informacionin në vendet e pjesës pra perëndimore të botës, në krahasim me si motrën e saj që është në Kinë, pra ishte vënë re persona të ndryshëm, edhe unë vetë në momentin që kemi qenë në Kinë dhe kemi aksesuar një network tjetër që është atje, i cili është mund të themi nëna e këtij TikToku që ne njohim, mund të vëmë re që atje serviret tjetër gjë në përgjithësi, dhe kjo ka qenë mendimi im një nga arsyet kryesore pse TikToku është diskutuar shumë. Nga krau tjetër, mendoj që normalisht vërtet ne bëjmë pyetjen që cilat janë platformat më të rrezikshme apo jo, sepse kjo është një pyetje normale që i vjen çdo njeriu pra kur dëgjon gjëra të këtilla. Mendoj që duhet jemi më të kujdesshëm në përgjithësi, pra pa vendosur thjesht një platformë specifike, por duke bërë dhe paralelizmat faktit që, po themi, ne kemi pasur një sasi të madhe problematikash në Shqipëri, por kjo përkoj me faktin që shumica e personave, një sasi shumë e madhe personash, filluan të aksesonin specifikisht të media dhe më parë nuk ishin qasur me hapësirën kibernetike, pra duke mos njohur hapësirën kibernetike në përgjithësi, u afruan, panë që ka një vend, po themi në thonjza një vend ku ti shiko ke shumë gjëra, ama mund të shkrua ke sipas qefit, komenton sipas qefit, mund të marrësh dhe të hedhësh dhe vetë informacione sipas qefit, pra një zonë, një tokë e askujt. Dhe në këtë moment, sigurisht që një sasi e madhe konfliktesh që lindte nga kjo sjellje, merë dhe transferohet në ato që ne quajmë botë reale. Dhe kemi filluar të kemi pastaj këto problematika që kemi njohur. Në përgjithësi sot, në Shqipëri ne kemi një përdorim goxha të gjerë, pra të TikToku vazhdon të jetë nga mediat, nga këto mediat sociale, pra që quhet rrjetet sociale më të përdorshëm në Shqipëri. E kishim ligjërisht të mbyllur gjëra për një vit, por që nga mënyra si u bë dje që nuk do funksiononte, dhe këto statistika janë më se të qarta, pra dhe pa dalë këto statistika dje që 82% ama është vërtet më e lartë se sa 2024, nëse flas për statistikë, pra për të mbështetur ato që thatë. Që nga ana teknike, mënyra se si u nis të bëhej, u bë në thonjza, nuk u bë. Domethënë, patjetër që do të rezultonte diçka e tillë, por unë nuk do t'ja vendosja faktin pra specifikisht TikTokut. Kemi një përdorim shumë të gjerë, meqense jemi tek fusha e fëmijëve, të
platformës Roblox, e cila për të qenë sakt nuk klasifikohet në rrjetet sociale, pra nuk kapet, nuk hyn tek rrjetet sociale, por që vazhdon të ketë një sasi shumë të madhe, sidomos të moshave të vogla, pra të fëmijëve, e cila për hir të vërtetës ka vendosur ca mënyra këto kohë të fundit, pra ka vendosur që nga dhjetori një mënyra të ndryshme të ndarjes së përdoruesve, duke identifikuar me inteligjencë artificiale për të mos lejuar grup mosha të caktuara larg njëra tjetrës të komunikojnë me njëri tjetrin e kështu me radhë. Megjithatë, në momentin që kemi një sasi të madhe personash me moshë të ulët, që sigurisht nuk janë të përgatitur të përballen me këto komunikime, të cilat vijnë nga persona qoftë ngjitur me ta, por dhe nga krahu tjetër i botës, sepse në hapësirën kibernetike ne s'kemi kufi, në këtë moment ne duhet të kuptojmë dhe besoj tashmë është e qartë dhe për një pjesë të madhe të popullatës që ekziston një problematikë. Problematika ka të bëjë me faktin, po flasim për çfarë do bëjmë mbasi ka ndodhur incidenti, por sigurisht ai theksi që do u vendos dhe që vazhdohet të vendoset në të gjitha sektorët, parandalimi, pra fakti që ne mos të lejojmë që të arrihet tek ai incidenti, mos të japim informacione e dur personave, të gjitha moshave, familjarëve, sidomos të këtyre fëmijëve që të kuptojnë për të mos arritur pra tek këto incident që pastaj vërtet kanë sjell fatkeqësisht, jo vetëm Shqipëri, por ne na intereson që Shqipëria fatkeqësisht kanë sjell ngjarje goxha të rënda në botën reale. Po Bullushi, a monitorohen rrjetet sociale? Atëherë duhet të filloj, me qenë se jam teknike e fushës dhe duhet të flas me terma më teknik që edhe publiku të jetë i njohur. Në një botë që po digitalizohet dita ditës, normalisht që sfidat janë të mëdha, si çdo fushë dhe ne që jemi një vend që jemi drejt Bashkimit Evropian, absolutisht që duhet të plotësojmë disa standarde. Është e rëndësishme që siguria është i fushë shumë e gjerë, ka pa fund rreziqe, por është edhe ai risku që ne marrim përsipër, në momentin që jemi përdorues dhe e përdorim çdo ditë, në çdo sekondë të ditës, edhe për çështje personale, por për punë, çdo profesion i mundshëm, jo vetëm persona që merren me IT, po çdo sektor tani sot përdor minimumi një telefon dhe një kompjuter, absolutisht që edhe target grupi, edhe fokusi i sulmeve, absolutisht që është rritur. Mund të them që monitorohen, është absolutisht që monitorohen, por deri ku monitorohen, ajo pastaj është një temë që ngre shumë pikpyetje. Është shumë e rëndësishme që vigjilenca ose kontrolli fillon që nga vetja. Në rastin se flasim për fëmijët, janë prindërit përgjegjës që duhet të vendosin ca norma, ca etika, sepse rregulli fillon nga familja, pastaj transmetohet nga shkolla dhe në edukat në rrjetet shoqërore e me radhë. Unë e shoh si fenomen për të diskutuar, duke qenë se jam e rrethuar ndoshta edhe me fëmijë në shtëpi, pasi kam vëllai një moshë shumë kritike në adoleshencë dhe e shoh sfidën e tyre me bullizimin që haset çdo ditë, shantazhi që bën në rrjetet sociale dhe zhvillimi njëkohësisht paralel i inteligjencës artificiale që dua ta theksoj, që sot duke uploaduar pa limit informacion dhe duke e mbush, ajo mund të keq përdoret. Jo çdo chatbot ose çdo AI që ne kemi është i sigurt. Ti po jep një informacion. Jo vetëm personalisht, por shoqja edhe në ambient të pune, akoma nuk është krijuar kultura që çfarë quhet një informacion konfidencial dhe çfarë është një informacion që duhet publikuar. Sidomos kur bëhet fjalë për fëmijë ose për të dhënat biometrike që janë tani nga zhvillimet dhe digitalizimet e fundit arrin të kopjohen tiparët e fytyrës dhe simulohen sulme dhe ndoshta sulmi nuk ndodh tani, por ndodh një moment tjetër. Pra kur ti je në situatë të vështirë dhe sot të shohim që një shok jot i ngushtë pas 2-3 vitesh mund të kthehet armiku jot më i madh, pasi ai ka informacionin. Ndryshe në botën e teknologjisë quhet the social engineering, ku janë personat e afërt, ato që kanë më shumë informacion për ty dhe bëjnë sulme më të targetuara dhe normalisht që këto kalojnë deri në abuzime seksuale, në abuzime të imazhit, në realizohet një sulm? Për shembull ndaj një fëmie, po themi sulmi phishing. Okej, atëherë, fëmijët janë një moshë të cilët predispozohet përdorin më shumë lojrat. Absolutisht që çdo lojë ka
ato reklamat e veta, her pas herë të thotë kliko këtu, duhet shkarkos të aplikacionin tjetër, por si që përmendëm në më parë kolegu, është edhe pjesa e Robloxit ku ke mundësi të chatosh me persona, por duhet të theksoj edhe Discordin, që Discordi si aplikacion është krijuar për gamers, që të diskutonin me njëri tjetrin, të hapnin sfida. Në momentin që në Discord ti regjistrohesh me një account anonim, pra nuk ke shumë nivele autentifikimi si person, aty të lejon që të jenë persona të maskuar nga mbrapa. Dhe normalisht kur je në atë sikletin ose në atë sfidën e lojës momentale, ti klikon çdo gjë për të fituar, për të marrë coinse, domethënë tipologji të ndryshme sulmesh, dhe një fëmijë normalisht nuk është shumë i informuar, thjesht e klikon pa lexuar dhe pa i dhënë rëndësi detajeve. Në momentin që ajo shkarkohet ose hapet ky linku, domethënë çastet janë të ndryshme se çfarë ndodh, por minimumi mund të vjedhen kredencialet e akauntit tënd personal dhe futet një person tjetër në akauntin tënd personal dhe ta keq përdor akauntin duke i bërë presion ndoshta një shokut ngushtë, një follower siç ti ke. Dhe kjo arrin pastaj që të krijojë konflikte nëpërmjet kësaj moshe. Minimumi është të vjedhen kredencialet e një akaunti, por pastaj sulmet absolutisht janë më të Më lejoni të japet një disa shembuj konkret që neve na bin në platforme dhe janë të shpeshta, është fakti që fëmijët zakonisht nëpërmjet lojrave kontaktojnë me njerëz të panjohur online. Pra nuk kanë thjesht shokët e mjedisit të tyre fizik, por kanë një shoqëri më sociale pa e njohur dhe pa e kuptuar. Në disa raste ndodh që teksa fëmijët lundrojnë në internet apo luajnë, nga ana tjetër e një kompjuteri, e një telefoni që po ndihen shok virtual, nuk është një bashkëmoshatar, por është një i rritur. Ky i rritur ka tendencën që të manipulojë fëmijën zakonisht dhe t'i marrë informacione të shumta. Përpos informacioneve do t'i marrë materiale, mund të jepen dhe mund të çohen foto ndaj njëri tjetrit. Deri aty ku mund të jenë edhe foto intime. Në këtë rast, pasi mblidhen një sëri informacionesh dhe materialesh, tendenca e atij të rriturit, që jo domosdoshmërisht është nga Shqipëria dhe këtë duhet ta theksoj sepse kanë qenë edhe nga vende të tjera të botës, fillojnë edhe e kërcënojnë. Nëse ti nuk më dërgon X shumë parash, unë do ta bëj këtë profil, do ta përhap në rrjetet sociale, do ta hap një profil të rrem, do të denigroj, do të tregoj financiare. Për djemt po, për vajzat pastaj kërkohen edhe përfitime të tjera që kalojnë edhe në përfitime emocionale dhe psikologjike, pra ndahen, por që janë raste aktuale dhe të kuptueshme. Në këtë pikë është shumë e rëndësishme që të kërkohet vigjilenca së pari, fëmijët të kuptojnë se me kë flasin, çfarë materiale dërgojnë me njëri tjetrin dhe prindërit të kuptojnë pastaj sjelljen e fëmijëve të tyre pikërisht për të shmangur këtë problematika. Se pyetja është, një fëmijë do bjerë prej kërcënimit e shantazhit. E mira është të mos ndodhi, por nëse bie prej kërcënimeve dhe shantazheve, do t'i duhet t'i gjejnë para. Dhe pyetja pastaj është ku do t'i gjenerojnë para? Çfarë do bëjnë ti marr? I bie do t'i vjetin nga prindërit apo do gjejnë një punë apo diçka nga shokët, nga shoqëria, për të gjeneruar nga presioni dhe nga frika. Fillimisht është edhe dëmtimi psikologjik që pëson. Absolutisht, kjo është e para. Janë ndikime të tjera psikologjike për të thënë pikërisht në këtë pjesën e procesit të veprimit të fëmijës që duhet të veprojë nga frika e madhe se mos në rrjetet sociale do denigrohet, do bëhet publike, të gjitha me radhë. Për shembull që fëmia është i shantazhuar. Si e kupton? Një prind do të kuptojë ndryshimet e sjelljes, mënyrën se si rri në telefon, sa gjatë apo sa shkurt po e përdor tani telefonin dhe mbi të gjitha një prind duhet të di fare mirë çfarë lojrash ka një fëmijë të shkarkuar në telefon. Me kë flet, me kë shoqërohet virtualisht. Nuk po themi që të jetë ai prindi që do të jetë si xhandari në thonjza dhe në shumë konotacion, as polici. Por një prindërim i mirë dhe i sigurt për të kuptuar fëmijën e vet, duhet që të arrihet mirëbesimi dhe të kuptohet, por edhe të jetë prindi parandaluesi.
Por nëse diçka ndodh, jam totalisht e bindur që prindja e një fëmijë neve, vetëm nga ndryshimi i mënyrës së sjelljes do kuptoj diçka që diçka po ndodh. Pastaj janë edhe këto lëvizjet. Ajo që dua të shtoj është edhe ndërgjegjësimi që thash që fillon që nga prindërit, sepse pajisjet telefonike, sidomos në nivelin fillor dhe deri në gjimnaz, për mendimin tim nuk duhet të jetë lejuar pajisje teknologjike për të mbarvajtur në rregull sistemi edhe jo, absolutisht. Në një spot publicitar dhe rikthehemi aty ku e lat, sepse është me shumë interes për prindit dhe për çdo që të dëgjojë me vëmendje çfarë duhet bëjë për fëmijën e tij. U kthyem përsëri në pjesën e dytë të emisionit Alo Policia, Siguria në Fokus. Tema e ri përsërisim për ata që nuk na kanë ndjekur është siguria e fëmijëve në epokën digjitale, ekspozimi i tyre në internet dhe rreziqet që vijnë. E lam me ju Barbaroshi për rreziqet, për a është inteligjenca artificiale që përdoret për shantazhim dhe pozicioni një ekspert i këshillit që jep për prindrit në veçanti lidhur me çfarë kujdes ato duhet kenë për të mbrojtur fëmijët e tyre nga Faleminderit për pyetjen. Ashtu siç e thash edhe më përpara, tani kemi në dorë gjithë botën. Në momentin që kemi çdo gjë të aksesueshme, duhet dimë edhe ato si përdoren, të mësojmë sa më shumë për rregullat. Por besoj sfidë shumë e madhe është edhe për ndërgjegjësimin e prindërve. Të jemi të sinqertë që çdo prind është i informuar në lidhje me aplikacionet më trendi, më të kohës, ose për lojrat që përdorin këto fëmijë. Dhe sugjeroj që nëse ti e lejon si prind ta përdori fëmijë, të futesh dhe të lexosh dhe të marrësh informacion. Është shumë e rëndësishme. Ne si Shqipëri më duket sikur jemi pak marrim më shumë muhabete në kafe se sa pranojmë të lexojmë një artikull ose të marrim informacion në lidhje me diçka të re teknologjike. Sfida është aty edhe për prindërin edhe për fëmijët. Absolutisht që çdo device sot të lejon që ta kontrollosh fëmijën tënd. Në momentin që jep fëmijës telefonin në dorë, shkarkohet një aplikacion në cilin prindi mund ta monitorojë fëmijën 24/7. Absolutisht që janë dhe fashat orare që ti si prind e lejon fëmijën tënd që ta aksesojë telefonin. Në momentin që ky kontroll shtohet, por gjithmonë duke ndërgjegjësuar dhe duke e bindur. Asnjëherë metoda dhune ose arrogance, sepse është shumë e rëndësishme dhe gjendja psikologjike e fëmijës. Në momentin që një fëmijë ndihet mirë psikologjikisht, mund ta observojë më mirë informacionin dhe termat të sigurisë kibernetike mendoj që duhet të futen thellësisht dhe në shkolla. Pasi çdo gjë tani po e mësojmë online, mësimi në shumë shkolla zhvillohet edhe me tableta dhe me pajisje digjitale, kështu që absolutisht edhe në një sallë mësimi të jesh, nëse do t'i bësh keq tjetrit, e ke aty mundësinë, e ke shansin. Ne në sigurinë kibernetike themi që hakerat janë një hap para mbrojtësave, kështu që duhet të rrisim sa më shumë vigjilencën në këtë drejtim. Rion, nuk e ndalojmë dot teknologjinë, madje po avancon më shpejt se sa ne e parashikojmë. Dhe madje unë vjen dhe për qesh kur dëgjoj në prindër apo njerëz ndryshëm që rrofejnë për fëmijët e tyre. 2 vjeçar dua kick kok thot. Shkoj merr telefonin ku e di të aplikacionin, gjen gjurmën dhe shkoj merr prindit po ta ketë lënë në tavolinë. Pra, duam ta pranojmë apo jo? Është një tjetër gjenerat që po vjen. Nuk e ndalojmë dot zhvillimin, por shkohet drejt një inteligjencë artificiale, e cila sot po merr një zhvillim të jashtëzakonshëm. Po çfarë duhet bëjmë ne edhe me edukimin, ose paktën me përkujdesin, ose çfarë masash mbrojtëse mund të merren? E qartë njerë që teknologjia është dhe është tash mes nesh dhe nuk diskutohet, pra që asnjëherë nuk është diskutuar që ne mund të kthehemi mbrapa. Pra, në momentin që ne kemi një shoqëri e cila po shkon gjithmonë e më shumë drejt përdorimit të teknologjisë, asaj që thuhet digitalizimi, ç'është digitalizimi, është kalimi i gjithçkaje në këto makina që ne i quajmë kompjutere me fjalë të thjeshta. Pra, të gjitha shërbimet që ne po marrim, mënyrën si komunikojmë, mënyrën se si ruajmë, deri si ruajmë kujtimet tona, që më parë ruajmë me ato fotografi, tani i kemi të gjitha në tjetër format. Sigurisht që ne do të vazhdojmë që të jemi në këtë, sepse Shqipëria është një vend i vogël dhe nëse ne do të vazhdojmë që të jemi të hapur me botën, vetëm nëse do vendosim të ishim të izoluar, mund të bënim tjetër gjë, por në çast do të jemi të hapur, ne do të jemi të hapur dhe ndaj teknologjisë. Fatkeqësisht mendoj që tashmë një pjesë e madhe e problematikës ka ardhur, është bërë një pjesë e madhe e dëmit, sidomos tek këto moshat e reja, sepse duhet të themi që për herë të parë në histori njeriu, sepse zakonisht njeriu në historinë e vet ka
shfrytzuar eksperiencën e atyre që vinin përpara tyre. Pra prindi dinte ç'i thoshte fëmisë. Në momentin që ne kemi një hapësirë të tillë kibernetike, është hera parë që prindit jo vetëm në Shqipëri nuk dinë ç'i thon fëmisë dhe shpeshherë dinë shumë më pak se fëmia. Dhe duke mos ditur vetë, është e qartë që nuk kanë se si të këshillojnë ashtu siç duhet. Duhet të themi një gjë tjetër ama që të paktën në 4 vitet e fundit në Shqipëri ka qenë një ndryshim. Edhe diskutimet që kemi bërë dhe bashkë më parë nuk kanë qenë të këtij niveli kur bëj fjalë për teknologjinë. Pra, kemi filluar të flitet gjithmonë më shumë e kuptojmë që ka diçka që nuk shkon, sepse nëse gjithçka do ishte shumë mirë, ne nuk do diskutonim fare, s'do kishte asnjë problematike, shumë mirë që po shkojmë, por ka diçka që nuk shkon. Parandalimi, sidomos tek pjesa e fëmijëve, çdo prind duhet të informohet vetë në fillim, të lexojë sa më shumë, të marrë informacione sa më shumë dhe të fillojë sepse çdo fëmijë ka, përveç se karakterit të tij, ka dhe moshën e tij të ndryshme, pra nuk mund t'i japësh një këshill për gjithë fëmijët në Shqipëri, nuk mund t'i japësh as me bazë grup moshash. Unë kam 2 fëmijë. Njëri është në klasë të 5, njëri është në klasë 2. Janë komplet të ndryshëm dhe me qasje ndaj teknologjisë. Kështu që çdo prind duhet të fillojë të informohet, të njohë fëmijën e tij. Të njohësh fëmijën tënd është gjëja më normale, më standarde, nëse do të ta themi më hyjnore, pra familja është gjëja më e rëndësishme për mendimin tim, paktën kështu e mendoj unë, dhe të njohësh fëmijën tënd, ta mbash atë jo nën kontroll, sepse kur themi kontroll duket sikur po i vendosim fëmijës ca zinxhir, por ta mbash atë të monitoruar, pra vetë kemi qenë prindër të ri kur i jepnim një pajisje, një celular në dorë dhe kur ai nuk e kishte vetin, që ai të shikonte çfarë donte vetëm na linte të qetë. Ishte në mënyrë shumë standarde kjo në Shqipëri. Mund të them që ka filluar të ndryshojë diçka. Mund të them që ka filluar të ndryshojë, të paktën në rrjetet shoqërore kemi filluar të diskutojmë vazhdimisht dhe kemi filluar të kuptojnë dhe që të gjithë kanë filluar ta ndjejnë këtë sadopak. Dhe kjo do të vijë ngadalë, nuk mendoj që mund të bëhet as me një të rënë të lapsit dhe as që një pjesë e shoqërisë është më fajtore se një pjesë tjetër e shoqërisë. Është në përgjithësi një ekosistem, nëse duhem të themi kështu, pra një shoqëri e tërë, e cila ka gabimet e veta, por që mendoj që ka filluar të paktën të bëjë ca ndryshime drejt shërimit. Shpëdian, edhe rritja e veprave penale prandaj vjen nga përdorimi masiv i rrjeteve sociale dhe i teknologjisë. Patjetër, kuptohet. Më kujtoj më përpara rrjetin social Discord, kemi pasur dhe denoncime nga ky rrjet social, është pak më i avancuar në përdorim se rrjetet e tjera sociale, pra edhe fëmijët që hyn atje janë pak më të prirur dhe më të dhënë ndaj teknologjisë. Por që është shumë e vërtet, do më thëmë pas ekranit që ata komunikojnë janë njerëz të tjerë, mund t'jetë dhe femër, nuk diskutohet që e josh apo mund të bëj veprime tjera dhe në fund fare flirton online, pastaj fillojmë ato historitë e regjistrimit të ekranit dhe kërkesës pagesave që fillojnë nga 50 deri në 200 euro fillimisht. Askush nuk duhet ta bëj këtë punë, është një këshill për të gjithë personat që preken dhe janë viktima e kësaj pune. Në asnjë lloj mënyre nuk duhet bëj pagesa, sepse sapo bën pagesën kërkoj një pagesë tjetër më mbrapa, pra kurrë nuk do arish në atë idenë që ti do t'i fshish to një herë për gjithmonë, por thjesht të ruajnë të dhënat, të vinë të bëjnë kallëzimet në polici me ato dhëna që kanë ruajtur, pra komunikimin që ka me personin, screenshot-e, gjithçka që ka bërë, pasi ne jemi i vetmi institucion zyrtar në rajon, po theme, jo vetëm këtu këne, që edhe themi me krenari këtë që kemi kanale zyrtare komunikimi me të gjitha këto rrjete sociale, duke filluar nga TikToku, Discordi, Facebook, Instagram, Meta, do më thënë që nuk diskuton fare. Kanal zyrtar komunikimi jo, por mënyrë komunikimi zyrtare nëpërmjet institucioneve të drejtësisë, po. Se ka qenë një nga... Pra kanali zyrtar i komunikimit, themi që është online, pra njihemi një person apo 3 persona nga ne dhe ata e dinë që po komunikojnë me ne. Ky është komunikimi zyrtar online. Pra kemi një link të veçantë që komunikojmë me ta. Po, dhe Shqipëria është i vetmi në rajon që e ka arritur këtë marrëveshje. Policia ka evoluar, ashtu si dhe shoqëria,
nga policia me furgona, doli me automjete, nga automjetet, policia përshkon drejt krimit kibernetik, provuam çdo të thotë të sulmohet struktura digjitale e shtetit, dhe kjo vjen jo vetëm po themi aftësisë armiqve apo kundërshtarëve apo palëve të treta që depërtuan, po edhe vetë dobësive që ka vetë sistemi, ndoshta edhe vetë kultura jonë. Dhe kjo kulturë, them, duhet filloj që nga ajo gjenerata e re. Sikur se shkon policia e shtetit dhe shkon dhe bën komunikime për qarkullimin rrugor, për masat shtesë të sigurisë, për kulturën që duhet t'i japi atyre, a mund dhe duhet të jetë ky komunikim për kulturën kibernetike, për kujdesin ndaj kulturën, ndaj mbrojtjes tyre tek në shkolla? Jo, është. Është herët apo ka filluar? Jo, ka filluar, ka mbi 3 vjet që praktikohet në shkolla. Oficer tanë për atë drejtorisë tonë, pa edhe drejtorisë të qarqeve, shkojnë në shkolla dhe i japin këshilla për A ka linjë komunikimi të prindërve me ju? të prindërve patjetër. Ne kemi faqen zyrtare të policisë shtetit, kemi një numër dhe një zyrë që funksionon 24 orë. Nuk e di nëse keni informacione apo jo, po doni ja u jap dhe numrin. Është për publikun, shumë e rëndësishme ta jepni edhe numrin. 069 41 55 552. Është një numër ku mund të marrësh drejtorinë e hetimit të krimit kibernetik edhe në orën 2 të natës. Po ta publikojmë të numër dhe faqen sigurisht? Të publikoni, është faqja, kemi një formular kallëzimi, po themi, pa i është një kallëzim online, praktikisht është një masë që merret paraprakë dhe pastaj duhet vish bësh kallëzimin në faqen e policisë shtetit. Sigurisht, për raste shumë emergjente kemi edhe 112 pastaj që mund telefonosh. Por ju duket sikur jeni një konkurrente me policinë e shtetit, por sigurisht një strukturë ndihmëse sociale shumë e rëndësishme që qytetarët nganjëherë kur kanë biciklete, patjetër duhet gjejnë linjën për të komunikuar. Çfarë do linje që të komunikosh është më e mirë se sa të fshesh problemin, ta bartesh problemin dhe ta vuash problemin. Sot nuk është më turp përballesh me situatën, por është ignorancë të mos marrësh masa për të ruajtur fëmijën nga pasojat fatale që mund në fakt që janë rritur edhe telefonata dhe numrat e raportimeve ne në qytetarët. duket sikur jemi konkurrent, po në fakt jemi aleat, kështu që neve që nga viti i kaluar 2024 dhe 2025 ai kemi partner të mirë edhe AKSK-n, edhe policinë e shtetit, edhe institucione të tjera pikërisht për ta mbrojtur interesin më të lartë të fëmijëve, të rinjve, të çdo kujt që është i prekur në mjedisit online. Pavarësisht se duket sikur bëjmë të gjithë të njëjtën gjë dhe një qëllim, por në fakt punët tona janë të ndara. Që do të thotë? Nëse ne si sigurt mund të mbyllim profile dhe kemi qenë të parët në Shqipëri që kemi pasur komunikimin dhe le të themi atë marrëveshjen e drejt për drejt me TikTokun edhe Metën, kemi qenë ne, ishte policia fillimisht që na i sillte neve rastet për mbylljet e TikTokut. Por në rastet kur neve na kërkojnë persona të ndryshëm që raportojnë që duan të gjurmojnë faqen, nuk e kemi neve atë të drejtë. Kështu që ja delegojmë pastaj policisë apo edhe AKSK-s. Kështu që kjo është e gjithë bashkëpunimi edhe angazhimi. Hetimi pastaj është një çështje tjetër, vërtet dikush mund të dojë të mbylli faqen, por ato ruajtje të dhënave pastaj se janë struktura specifike, por që po them që ne nuk e kemi si tagër, kështu që automatikisht pastaj kalon në dorën tuaj me të gjitha kushtet edhe iniciativat që ju kemi. Në rastin që të bësh një kallëzim apo një denoncim, ato të dhënat po themi të personit që ka kryer veprën penale në rrjetet sociale duhen ruajtur, dhe këtë rrugë komunikimi dhe këtë lloj drejta e ka vetëm institucioni policisë shtetit. Që mbas kallëzimit apo denoncimit në polici, i referohen prokurorisë, si ndiqet, kush është linja? Po patjetër, merret kallëzimi, bëhen veprimet paraprakë nga oficerët e policisë gjyqësore, që një nga veprimet është dhe kjo që unë ju thash, është ruajtja e dhënave. Pra, nëse ai personi që ka bërë veprën penale, po ta themi kështu qartas, do të bëjë ndonjë ndryshim apo diçka në atë platformën që ka nisur, nuk mund ta bëjë dot, pra nuk mund t'i fshijë dot, të dhënat e atij janë ruajtur dhe neve na vijnë mbrapsht. Dhe pastaj në bashkëpunim me prokurorinë në çdo lloj prokurorie që ta qosh, pa qoftë në Shkodër, në Tiranë apo kudo, realizohen veprimet për arrestimin e autorëve të veprës penale. Duam të shtojmë që qytetarët nuk është se duhet të drejtohen me se s'bën në të kërkojnë drejtorinë e përgjithshme apo qytetarët duhet shkojnë në çdo vend ku ka institucion të policisë shtetit për probleme tilla
dhe ata pastaj i delegojnë ke Pra në strukturat drejtoritë që tonë. në drejtoritë e qarqeve, në Drejtoritë e qarqeve, në pra komisariatet kudo e mund policisë. paraqiten dhe të bëjnë një Po denoncim. patjetër për të shkuar dhe ata pastaj i delegojnë për veprime më efikase tek ne. Pra nuk është të thënë që një qytetar, po themi në Dimal kishim një rast para 3 ditësh, sigurisht që ai nuk e dinte se si binte, dhe orientuam shumë kollaj dhe e ka zgjidhur problemin sot që po flasim. Në sa e vështirë është të identifikohet një person anonim në rrjet? Sepse sot ka disa mënyra për të qenë anonim. Është në varësi të sofistikimit, se sa i targetuar dhe sa i vështirë ose kompleks është sulme. Normalisht, investigimi kryesor, nëse më lejon të flas edhe me terma teknik, duke parë për shembull dërguesin, kush është ai, dhe për të gjurmuar, filloj me adresën IP ose ajo dalja jon publike në internet, dhe pastaj duhet shohim, sepse një gjë që dua ta theksoj është përdorimi i VPN-it, që është një term teknik, por që një rrjet i cili siguron që trafiku jot të enkriptohet. Dhe normalisht po përdoret gjerësisht tani nga sulmuesit për të humbur gjurmë dhe detektimi bëhet edhe më i vështirë. Si deg quhet dega e forensikës, ku ti futesh në themel që të targetosh sulmuesin. Por nuk mund të them se jo në 100% të rasteve ajo është lehtësisht e gjetur. Sulmet janë aq të triggeruara, pastaj varet edhe te targeti dhe sa i sofistikuar është personi nga mbrapa, sa i lexuar dhe sa teknik i mirë është. Nëse flasim për gjëra modeste që ndodhin më së shumti nëpër shkolla, në qoftë se futesh me teknik të specializuar për ta gjurmuar, absolutisht që e gjen, dhe ajo që edhe përmendëm në panel pak më përpara nuk është që ta diskutojmë me njëri tjetrin, por të drejtohemi drejt këtyre organeve që merren specifikisht me këtë, sepse ajo ndikon negativisht jo vetëm në bullizimin e personit që i ka ndodhur incidenti, por jepet edhe një frymë keqe brenda grupit dhe të gjithë i shtyn korrektja si e bëre këtë gjë, ose si e ndërtove, si arritet që tjetri të triggerohet nga sulmi që bën. Shikoj që mos i ngatrojmë, hetimet i bën vetëm policia. Absolutisht. Edhe ju si institucion, raportimet që keni ja dërgoni policisë. Pra, hetimet i bën policia dhe i mbyll policia, sigurisht në bashkëpunim me prokurorin, asnjë institucion tjetër. Kjo quhet polici shkencore? Sigurisht policia shkencore, drejtoria e hetimit të krimit kibernetik, prokuroria, pra është një institucion i ndërtuar, pra asnjë institucion tjetër nuk mund ta bëjë këtë. Është në drejtorinë e përgjithshme apo në çdo drejtori qarku? Si funksionon? Policia shkencore ka në çdo drejtori qarku, por kemi dhe laboratorin qendror të policisë shkencore që është në Tiranë. Sa e aftë është Akademia e Policisë të përgatisë kuadro të tillë, apo kjo vjen me kualifikime dhe me eksperjenca të marrë me partnerët ndërkombëtar? Të themi drejtën nga punonësit të ri të policisë që janë diplomuar nga Akademia e Policisë, shohim një zhvillim nga ana e tyre, nga pjesa e teknologjisë, por realisht janë shumë të aftë për ta menaxhuar dhe për të bërë pjesë e hetimit në lidhje me këto vepra penale. Ndoshta Policia e Shtetit mund të ketë mundësi të ketë partnerë të jashtëm, po flasim punojës të IT-ve, të cilët kanë një nivel caktuar dhe mund të jenë jo thjesht bashkëpunues, po mundet të kërkojë që të marrë në gjirin e saj ekspert të mirë, sepse thash lufta e mbrojtjes kibernetike vjen dhe ndërlikohet dhe bëhet gjithmonë më e vështirë sepse sofistikohen sistemet sot. Policia ka bashkëpunime shumë të mira me shumë drejtori hetimit të krimit kibernetik në përbot, po edhe me Europolin dhe Interpolin. Në fund jemi duke bërë një bashkëpunim me programin Health for You, i cili është në fazat e fundit të finalizimit dhe besojmë se do të arrijmë shumë shpejt. Dhe mënyrë janë disa servera, sipas platformave, të cilët një pjesë nuk janë në vendet e Bashkimit Evropian, nuk janë as në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ndodhen në Rusi dhe në vendet e largët të Azisë. Kryesisht problematika qenë dhe vazhdon të jetë një nga platformat që është Telegram. Aty u ekspozuan dhe u identifikuan dhënat që u morën nga shqiptarët, por aty ekzistojnë, nuk e di sa deporton dhe është në gjendje policia ta kontrollojë, grupe të caktuara, të cilët kanë jo vetëm faqet e tyre porno, por nëpërmjet formave ku gjithsesi i çon. Te këto faqe i përdorin si shantazh në shkëmbim të favoreve apo të vlerave monetare. Dhe jo pak raste kanë qenë që personat janë vetë flijuar përdorimi i elmimit apo i vrasjeve, rasti i Durrësit apo raste tjera që kanë krijuar dhe kanë prodhuar viktima. Duhet kemi parasysh një herë që sepse problematikat janë të gjitha llojeve,
nëse qëndrojmë te kjo pjesë, jo vetëm Telegrami, por në përgjithësi se si funksionon networku, pra se si funksionon networku sot në botë, të jep mundësinë që ti të kesh servera të ndryshëm në vende të ndryshme ku ose ligji nuk është i njëjtë me vendin ku ti jeton, ose janë shumë më të lehta për të ngritur ato si infrastruktura. Shpeshherë bëhet edhe për efekt përfitimi, pra një shtet i caktuar i lejon më shumë për efekt përfitimi e mënyra nga më të ndryshmet. Ajo që është e rëndësishme për kuptuar është që është e pamundur faktikisht nga ana teknike që ti të kesh një kontroll. Pra, nga mënyra se si funksionon sot networku, është e pamundur që të ofrohet kontroll. Kjo është dhe arsyeja pse ne flasim dhe kemi institucione nga më të ndryshmet. Ngritja për shembull e pyetjes a ka policia e shtetit bashkëpunim me personat me institucione tjera, pa e ditur fare unë e dija që duhet të ketë, sepse në mos e kërkonim ne bashkëpunimin, e kërkojnë ata bashkëpunimin, sepse jemi të gjithë të futur në një hapësirë të madhe, ku s'duam, do të tentojmë që të kemi të shëruar dhe atë tjetër që kemi ngjitur për të mbrojtur veten tonë. Pra, në përgjithësi punohet shumë, pjesa e shërbimeve të cilët janë të hostuara ose të bazuara pra në servera të caktuar të cilët janë jashtë, pra se aty ishte fillimi i diskutimit, do të vazhdojë të jetë dhe do të vazhdojmë të kemi shërbime nga më të ndryshme. Telegrami është vetëm një nga shërbimet i cili është bërë relativisht i famshëm, por që po të mos ishte Telegrami, ka me 10-100 të tjerë që ekzistojnë, të cilët do ishin bërë të famshëm, nëse s'do të përdorej. Gjithmonë unë mendoj që vërtet jemi persona që merremi me networkun, pra me teknologjinë, mendoj që zgjidhja është tek parandalimi i kësaj gjës. Sepse gjetja dhe identifikimi i atij personi në varësi se sa në është person, në është organizatë, në është një aktor tjetër më i fuqishëm, është gjithmonë më i vështirë dhe sidomos të dhënat specifike të një fëmije, të një qoftë familjari, unë kam pasur telefonata dhe nga persona familjarë, cilët kishin hedhur disa video që për to ishin normale, por që kishin filluar të bëshin virale dhe të ndjej keq e gjithë familja dhe nuk dinin ç'të bënin. Njëherë që këto dhëna shpërndahen, ato edhe sikur personi që ka shpërndar të dojë t'i heqi, ato janë tashmë të shpërndara në këtë hapësirë. Që do të thotë parandalimi është gjëja e parë që do të bëhet aty, do të vendoset teksti. Gjitha këto tjera që bëjmë ne mbrapa, sigurisht kanë një impakt, ngrën sensibilizimin, fillojnë personi i radhës të kuptoj që nuk kemi të bëjmë me shaka, jo çdo gjë ti mund të bësh, jo një shaka që ty duket normal në këtë moment mund ta marrësh ta bësh në celular, duke shpërndar video, duke bërë ato që këta i quajnë lojra, apo që përkthehen në shantazhe dhe ajo është lojë, por në fund të ditës kryen vepër penale. Pra ne e quajmë se konsumuar elemente veprës penale. Ato që ka ligji, po për shembull bullizimin nuk e kemi akoma si vepër penale. Flasim për fëmijët e mitur gjithmonë. Problemi është që një nga shqetësimet kryesore që sot kanë nëpër shkolla, sa herë që i thua është ky bullizimi digital, pra bullizimi në hapësirën kibernetike. Nëse kemi akoma si ligj dhe i bie që institucioni juaj vetëm duhet t'i marrë dhe të këshillojë, sa për t'i trembur, sepse normalisht nuk quhet vepër penale te ne akoma. Shqetësimi ekziston. Ka raste që konsumojnë edhe element veprës penale, por që janë më të patjetër. Sigurisht i konsumojnë, sepse evolon ajo biseda që është aty. Sa e zhvilluar është Shqipëria? Sepse kryeministri i vendit në disa konferenca apo në takime ndërkombëtare ka thënë që do të shkojmë drejt një fuqie digjitale. U prezantua dhe Diella, e cila ishte ministre e parë digjitale dhe sa jemi të përgatitur ne, se nuk mjafton aspirata apo dëshira e një personi. Ai ka kapacitet e Shqipëria? Tani si çdo shtet që ka kaluar sfida dhe Shqipëria ka kohën e dorë për ta kaluar, edhe mendoj që është një sfidë digjitale për mbar botën. Nuk është vetëm Shqipëria e targetuar ose vetëm Shqipëria ka gepe. Absolutisht me bashkëpunim edhe me ndërgjegjësim të çdo personi. Dhe sidomos ne që punojmë në këtë fushë për ta zhvilluar dhe për të trajnuar njerëz, mos të ndalojmë dhe mos të stopojmë, pasi është momenti i duhur për të investuar në këtë gjë. Absolutisht që siguria nuk do të thotë që të ndalojmë teknologjinë ose zhvillimin, por të
jemi paralelisht duke ecur me zhvillimin teknologjik dhe të jemi njëkohësisht dhe të sigurt. Siç e përmenda edhe më përpara, asnjëherë nuk kemi risk zero, në asnjë sektor të në asnjë departament nuk ka risk zero, kështu që mendoj që riskun duhet të punojmë që ta ulim dita ditës. Kështu që mendoj që ndërgjegjësimi fillon nga vetë ne, nga familjet, edhe me qenë se po flasim për fëmijët, dua ta theksoj ndërgjegjësimin duke filluar nga familja. Pra komunikimi është një pikë thelbësore. Të komunikohet me fëmijën dhe ta kuptosh çasjen ose dëshirën e tij se ku ai e merr atë egzaltimin. Domethënë nuk e merr egzaltimin teknologjia vetëm duke luajtur, po teknologjia ka shumë dhe shumë gjëra. Ne harrojmë që edhe rrjetet sociale, nëse i përdorim në formën e duhur, mund të marrim mosim. Mund të marrim një eksperiencë nga një person që ka pranuar të bëjë share një informacion. Pra nuk është gjithmonë që rrjetet sociale deri më tani kemi nxjerr sikur reklamojnë vetëm gjëra kundër shoqërisë. Absolutisht që rrjetet sociale janë aty edhe për të na nxjerrë në pa një aftësi ose një talent të personave. Jemi gati në fund të emisionit. Do të marrë secili fjalën për të thënë mesazhet që janë shumë të rëndësishme për qytetarët, por bëjmë për ju nga informacionet ose nga ato çfarë referohen tek ju. Ata që sulmojnë apo sulmet që krijohen ndaj fëmijëve, janë individ, janë grupe të strukturuara, janë grupe të cilët janë brenda territorit, jashtë territorit. Nga ato çfarë keni pasur mundësi që ti keni si referim ose nga statistikat, apo janë vetëm të shqetësimet paraqitur për fëmijët e tyre? Ne i kemi zakonisht nga individ. Pra, individ të tjerë nuk kanë grupe organizacionale, sepse flasim për forma të ndryshme të dhunës dhe jo ndoshta për disa specifika më të theksuara që lidhet me IT-n apo për të vjedhur të dhëna edhe aspekte të tilla. Duke qenë se ne flasim për procese dhe aspekte të dhunës në mjedisin online, flasim për individ. Individët pastaj mund të le të themi ngacmojnë apo bullizojnë apo shfaqen një ose disa forma të dhunës online për një individ tjetër ose për një apo më shumë, pra individ, grupe fëmijësh edhe grupe të rritursh. Këto janë ato 3 piketimet tona që ne vëmren nga statistikat edhe nga të dhënat që ne kemi marrë. Atëherë kalojmë tek mesazhi dhe kujdesi që duhet t'i japim prindërve. E para nga Policia e Shtetit, sigurisht se aty është edhe telefoni, edhe komunikimi, edhe besimi, sepse është institucioni shumë i rëndësishëm. Çfarë duhet të kenë kujdes qytetarët për fëmijët e tyre dhe çfarë ata nuk duhet bëjnë. Jo vetëm thjesht ajo që mos zemërohet fëmia, por çfarë duhet bëjmë për të rritur kujdesin dhe çfarë duhet bëjmë për të jenë më vigjilent për të parë dhe për të evidentuar problemet që hasin apo e shohin tek fëmijët e tyre. E para ata duhet të komunikojnë hapur me fëmijët mbi rreziqet që sjell bota e internetit, që është shumë e madhe. E dyta, duhet të monitorojnë aktivitetin e tyre online dhe të kenë mjetet sigurie, siç e tham edhe më përpara, pra një aplikacion që mund ta kontrollojnë nga celulari i tyre se çfarë bën fëmia i tyre 24 orë. Në qoftë se ka pastaj evolim të kësaj gjëje, sigurisht që duhet të bëjnë denoncimin e duhur në polici dhe sepse në Shqipëri ka hyrë, domethënë si term që duhet shkojmë ke policia, por akoma ka njerëz që e mendojnë që çfarë do na zgjidhë policia. Policia zgjidh shumë gjëra. Erion, edhe si prind, po edhe si ekspert i mirë. Fëmijët sigurisht i kemi për zemër, është debulesa e kujdo në jetë që bëm, por duhet i rrisim shëndetshëm sepse nesër ata. Ja, patjetër, fëmia njëherë është thelbi i familjes dhe duke menduar familjen si thelbi i shoqërisë, është e qartë që prandaj dhe theksi është gjithmonë tek fëmia. Si prind është gjithmonë dialogu, ajo që vërtet është i vështirë me fëmijët, me mosha të ndryshme është i vështirë, përndasha të vijen midis kontrollit dhe lënies së lirë ti, pra ti lënies së asaj privacy që e quajmë ne, duhet që sa më shumë dialog. Ajo që unë të paktën mundohem që të bëj të paktën me fëmijët e mi dhe me fëmijët e tjerë që kam pranë, është dialogu, të mundohemi të kuptojmë se çfarë ata kërkojnë, të mundohemi të kuptojmë pastaj shumë e rëndësishme gjatë gjithë kohës çfarë po bëjnë ato tek ajo pajisja të cilën ne ja kemi dhënë dorë. Ndarja me disa grup mosha të caktuara, personalisht nuk mendoj që një fëmijë i një moshe nën, po themi 15 vjeç, duhet të ketë fare akses në rrjetet sociale, nuk mendoj se ai ka çfarë mëson nga rrjetet sociale në përgjithësi, por nga interneti ka çfarë mëson. Kujdesi me pajisjet që vendosim në dorë,
ka shkolla të cilët ja kërkojnë që në klasë parë një pajisje digjitale të lidhur me internetin, që dhe unë ja kam dhënë fëmijëve të mi sepse e kërkonte shkolla, sigurisht duke e mbajtur në kontroll, duke e njohur problematikat që mund vinë pra nga ajo pajisje. Është një, po ta themi, mos e themi luftë e vazhdueshme, po është një marrëdhënie e vazhdueshme e vështirë me fëmin që të mundohemi ta drejtojmë të paktën ashtu si e mendojmë ne që të jetë i pastër dhe i shëndetshëm. Ju thotë kontrolli prindëror apo jo? Patjetër. Është aplikacion, duhet ta shkarkojmë apo e ka telefoni? E ka telefoni, mund ta shkarkosh. E rëndësishme është që të lexosh pafund sepse materiale ka dhe varet në varësi të device-it që përdor absolutisht prindi, por ajo që është më e rëndësishme të siç u përmend edhe në panel, komunikimi edhe njohja e fëmijës është shumë e rëndësishme. Kështu që bota digjitale është shumë e bukur edhe hajde të mësojmë ta përdorim në mënyrën më të mirë të mundshme dhe më të sigurt. Kështu që ndërgjegjësimi fillon te prindi, pastaj kalohet tek fëmia. Faleminderit. Kuriana. Në fakt isha duke menduar, duke reflektuar në këtë çast mesazhe, sepse do theja një gjë, ne dedikohemi pikërisht fëmijëve, mirë po harrojmë një detaj të vogël shumë të rëndësishëm, që janë edhe prindrit ata që kanë varësi nga rrjetet sociale dhe nga përdorimi i telefonit. Kështu që fillimisht funda do të fillojmë me prindrit së pari, pastaj për të kaluar tek fëmijët. Jo të gjithë prindrit, nuk do thoja nuk janë të ndërgjegjshëm, po ndonjëherë nuk e dinë se si të veprojnë me fëmijën e tyre, pikërisht sepse fëmijët kanë lidhur në një botë teknologjike, jo prindrit. Prindrit janë gjetur të papërgatitur dhe kanë mësuar gradualisht çfarë është interneti dhe vazhdojnë që të jenë po prapë të varur nga telefoni. Nëse ne themi që nuk duhet të jetë përdorimi i telefonit për fëmijët deri në X moshë, prindrit së pari duhet ta suportojnë dhe të jenë ata të parë që mos e përdorin telefonin në mjedis kur janë me fëmijët të gjitha me radhë. Kështu që prandaj them, puna duhet filluar nga aja dhe është prindi kryesori. Por, për prindërve, se duket sikur të gjitha elementet apo përgjegjësitë ja lëm prindërve, nuk janë vetëm ata. Prindi është elementi kryesor, padyshim, jemi të gjithë dakord, por janë shkollat, janë stafet psikosociale, po janë strukturat të caktuara institucionale, janë organizatat e shoqërisë civile, të gjithë ne kemi në dorë për të punuar me një qëllim të përbashkët, për të promovuar sigurinë dhe mirëqenien në mjedisin online, sepse dinamikat, por edhe le të themi i gjithë angazhimi psikoemocional që jo vetëm një fëmijë, por çdo kush përjeton në rrjetet sociale dhe në mjedisin online, është pothuajse i barabartë si të ishte në një mjedis fizik. Erdhëm në fund të emisionit sotëm Alo Policia. Sigurisht që një orë emision është thjesht prekja e problematikave, adresimi i problematikave, tërheqja e vëmendjes ndaj çdo prindi për kujdesin që duhet të ketë. Ajo çfarë thanë dhe ekspertët. Kontrolli prindëror, mos i lini fëmijët vetëm me pajisjet duke i kontrolluar me çfarë merren dhe të keni mundësi që të i jepni edukimin edhe për privatësinë, që është shumë e rëndësishme, që ti mos i lëndojmë, por ti edukojmë që edhe kur nuk jemi ne prezent, ata të kenë kujdesin e tyre për të mos u ekspozuar dhe për mos shkatruar, po themi, jo vetëm fëminin, po dhe të ardhmen e tyre. Faleminderit që na ndoqët. Do të shikohemi të premten tjetër në orën 20 në Fax News, përsëri Alo Policia Siguria në Fokus. Natën e mirë dhe faleminderit. Faleminderit për prezencën dhe ishte një kënaqësi e veçantë që gjua profesionale dhe argumentet profesionale e vlejnë.